E pra, të dashur miq, nëse bëjmë një krahasim disi figurativ midis njerëzve dhe kafshëve, mund të themi për shembull se disa njerëz mund t'i krahasojmë me macet, në sensin që sido që t'i jetë fati ata, përsëri bien me këmbë në tokë. Dhe i tillë për shembull është kapuja jon, i cili kudo ku shkel ai ka një pushtet absolut dhe këto aftësitë e tij së fundmi po mundohet ja injektoj edhe vëllait e tij më të vogël Gencit, që ju e pat besoj herën e kaluar. Dhe sigurisht do pa ndar vinë edhe sonte Kapo dhe Genci. O shqyqyr që më yri Genci, o shqyqyr që më yri Genci në rrugë të mbarë, kur më tha sot që do vete të ble armë, o zemra malë mu bëjnë zora aparate, i nxora aparate me dorë ja dhash me grushte ja dhash, po shumë po më vënojt, mos ma ka zënë policia, ku je mo, Tring zilja, tring Hajde, zilja, mo, Genci, zilja, hajde. tring zilja, Kapua na kërkon. E ma mos e bëjmë se si kur po nget kalin duket. Mo tash i shko mos armë ka vlerë, si Ahmedina Gjadi që i shet armë Amerikës është bërë. Lere. Po që ke tërto armë mo bombat po jani do t'i vesha. Lere lala, se ka marrë armët që ti s'ke marrë ndo njerë mundimin t'i prekish me dorë. Mi trego lalës. Na urdhëro këtu. Që ke këtë mo? Që ke këtë mo? Armën më të mirë të jetës. Libri. Arma e dijes. Me këto do futem në shkollë të lartë edhe do bëhem qunë me botë. Po ti qenë ke rotë mo që e i ke? Qarë presun nga ty qarë më bleti mo e o plere, i ke mente ti mo, ti se do ble armë mo. Kushe ka nxera të shprejnë gënjeshtra e ka kem të shkurtra do e këtë njojtë urgencin para lindjes. Po mua më gënjen ti o me këto këmbë si maraushga o gjugji familjes o plera i di që i ke mente ti, ajde këtu urgent, ajde këtu, ajde vetë po të them. Në vend. Mos të them dyherë se vetëm të vdekurve i them dyherë, se s'para dëgjojnë mirë nga veshët. Kaq po të them, ajde këtu. Erdha lala mos e zgjat me lere, erdha. Cila është ajo gjë që bëhet për 5 minuta dhe ta nxin jetën 9 muaj? Shpejt trego ma. Lala. Po ti me mua e gjete, o? Po ne jemi dhe lillër. Po që pun më ka lillëri këtu, qarë bëjt për 5 minuta dhe të nëzin jetën 9 muaj? Shpejt, tregoma. 7 zani e pa të shiruar, lala? O ty të lenë që 7 zanë të rdjem të mahallës o plere që ma ke mendin atje. Ajtë më këtu. Më këtu, O gomar, për peq, që të vete mendja 7 zania, më. Po më kush është? Që është këj vla motër që më ka rënë. Po kush është, më thuaje? Si kush është ma? Kush është? Po registrimin në shkollë, o gomar, bëhet për 5 minuta të nxin jetën 9 muaj. Ja kjo që. Lere, lala, mos e zgjat met se nuk di qartë të them gjë tjetër. Me këto që po më thua ma oqe vidhën fare. Shkolla është mrekulli, bre, lala. Ke mente ti qarë mrekulli e shkolla, me tërment është mrekulli. Po mrekulli, ore. I kore egoisti dreqit. I ka di. Po kur është mrekulli lirja të tjerve, që do ta bësh vetë? Ma që do ta bësh vetë? Qarë, do bësh të kësi të shkruash. Pse ta nxin jetën njerë, pse ta nxin jetën, si ta nxin që shkojnë nxirë njerë. Po si mos ta nxin jetën shkolla? Shkolla të sjell lodhje? Po. Lodhja sjell djersitje? Po. Djersitja sjell ftofje? E u ftofsh në bythe, që do shkollën me atëra, Ako ma shkollën do bëj, ke mente ma. Po ma po ti thua këshu nga që s'di të shkruash as emrin tënd prandaj. Kush di të shkruaj emrin? Po ti apo kush unë? Po unë e gju kam thyer ligjet e fizikës, më. Qa ke thyera? Ke mende ti, unë kam mësuar më përpara të shkruaj se të lexoj. Jo mo, ç'më thua? Po ja më të them, jo ç'të them. Deri mo këto, Po ja mo shkoj atje edhe shkruaja, edhe thosha, te më çfarë ka dashur Kapoja të shkruaj këtu? Edhe mësova të lexoja, ai shikon. Edhe kështu që e tëra. Po mirë me lala, ta shqitse do që të vdesim edhe neve ignorantër? Po vdisi intelektual, pra pa buks, që të them, uri pa leka të rritën. Të vi rënd nga vetja që fyë shtresën intelektuale në këtë farfeje. Unë fyë intelektualet, unë thjesht po i tregoj çfarë janë, ore, pa leka janë, shtiu bejur. Zvjen profesor Niko ja kërkon leka tër muaj, no? Në fund të muaj, se vjen? Se vjen. Se të pëllcasin vjen. E të Çfarë? më rridhin. E të më kujt... More vesho, vjen se ritër ditë e lexon libra, s'di të fitoj para, dojë në shkollë ky. Po bre lala, po nuk është puna të shkolla tash, do më thënë gjëja është se
te oferta e shkollës. Po ja, këta më thua i ofertë. Se e di që ofertë ka një qofë se regjistrohesh, Lala? Dhe më që ofertë, këta më thua. Në qofë se regjistrohesh për juridik, 3.000 euro është viti parë, plus që t'i japim falas edhe një shtrysë se frutash. Si ta lem të na ikë, thashë? Le të ndodhet aty. E, ke ment e ti, mo, 3.000 euro një shtrysë se frutash, e, po ndo një rende, kishtë atje? Rende jo, si kusht mazuri veshit, se? Që do? Rende no, që të bëj një parmigiane të ta me makarone, ke ment e ti, që shko 3.000 euro një shtrysë se frutash, mo, një portokall 10 ere shtrydha jo. Lala, mos më folë sigur je i shkarë, tashi. Se qarë jemi, ne të lojtur jemi, si do t'i temi, e. Bo, na torturove fare. Nuk ka shkollë po të themur, e, ditën gjashme në librit me qepën ti, e di? Jo. Nuk e di? Jo. E, që edhe kur ke një qep, dhe kur ke një liber të dyja të nxjerrin lot nga sytë. Qarë? Do ishtë në shkollë ti plerë. Lala, tashi unë i bleva që i bleva librat, në me dhe ca leka të tjera të vete të ble edhe një fjallor, që të vete si njeri në shkollë. Qarë të blesho? Fjallor. Fjallor, për qarë e do këtë? Po që të vete në shkollë, Po i ka me këmba tje dashke dhe fjallor ty të blej me neve. I ke mente, i këmush duk tashi, me eri këto shpejt, e, shpejt. E di ndryshimin e vlajt të madhe të vogël, e di kush esh? e di. Kush? Vëlla i vogël jeton më gjatë se i madhi? Kush ta thakte? Jo teme ta thakte, ha? mo, Që do Lala, ka më shumë. Vëllai madhe është ai që të fut një dy daska dhe nga Lala t'ja bësh tra Lala të rjetën t'ja bësh. Mos nuk ka dhe. Hajde, reklama atje.